Përshëndetje Arbrit, tema për sot titullohet matjet në kimi. Në shumë eksperimente duhet të masim parametra të tillë si vëllimi, temperatura, koha, aftësia për të përdorur instrumentet matëse, për të lexuar shkallëzimet, si dhe për të zbatuar njësitë e duhura, është shumë e rëndësishme për cilësinë e punës në kimi, por edhe në shkencat e tjera. Matja e masës. Peshorja mund të përdoret për matjen e masës së një substance. Ka lloje të ndryshme peshorësh, por më e zakonshmja është peshorja elektronike. Njësitë që përdoren për matjen e masës janë grami dhe kilogrami. 1 kilogram është i barabartë me 1000 gram. Peshorja elektronike është një aparaturë e shtrenjtë dhe duhet përdoret me kujdes në mënyrë që të mos e dëmton gjatë përdorimit. Kur nuk duhet të derdhim kimikate në pjaton ku kryhet peshimi. Substancat kimike mund të peshohen duke vendosur në një gotë kimike apo në një enë të posaçme. Pesha e substancës në enë gjenden në anë të zbritjes. Për shembull, në qoftë se masa e gotës kimike dhe e substancës është 150 e zënë dhe masa e gotës kimike është 50, atëherë nga 150 heqim 50 që është masa e gotës kimike dhe na del 100 masa e substancës. Disa peshore kanë një mekanizëm të tillë që e lehtëson edhe më tepër gjetjen e masës. Kur ne vendosim enën mbi peshore, bëjmë zerrimin e saj me anë të një butoni dhe pastaj kur shtojmë reaktivin, masa është masa direkte e reaktivit. Matja e vëllimit. Vëllimi i një lëngu është hapësira që zen ai. Për matjen e vëllimit mund të përdoren disa lloj aparatesh. Mjetet që përdoren varet nga kërkesa në lidhje me saktësinë, si dhe me sasinë e vëllimit që do të masim. Cilindri i shkallëzuar është një ndër më të thjeshtit dhe më të zakonshmit që përdoret për matjen e vëllimeve, edhe vëllime të vogla, por edhe vëllime të mëdha, sepse ka cilindra që janë goxha të mëdhenj. Sidoqoftë, për vlera më të sakta, përdoren byretat dhe pipetat, ndërsa pikatorët shërbejnë kur duam të shtojmë vëllime shumë të vogla të lëngut. Njësitë matëse që përdoren për të matur vëllimin e një lëngu janë litri dhe centimetri kub. Në mënyrë respektive, 1 litër është i barabartë me 1000 centimetër kub, ose 1 mililitër është i barabartë me 1 centimetër kub. Në shumicën e cilindrave, byretave dhe pipetave, vëllimet tregohen me centimetër kub dhe në disa raste përdoret edhe mililitri. Centimetri kub dhe mililitri kanë një vlerë të barabartë. Në të gjitha enët vëllimetrike matëse, kur shtohet lëng, sipërfaqja e sipërme e saj formon një menisk. Kur lexohet vlera e vëllimit, në shkallëzim ne duhet të kemi parasysh që ta vendosim cilindrin në një sipërfaqe të sheshtë, në mënyrë që ajo të jetë në ekuilibër, mos ta vendosim shtrembër, sepse mund të ndikojë në vlerën që ne duam të gjejmë. Të sigurohemi që drejtimi i syrit të jetë në të njëjtin nivel me sipërfaqen e lëngut në cilindër. Të lexojmë vlerën e vëllimit në shkallën e cilindrit që korespondon fundin e meniskut. Matja e temperaturës. Termometri përdoret për të matur temperaturën. Ka disa lloje të ndryshme termometrash dhe më i zakonshmi që përdoret në laborator është termometri i qelçit i mbushur me alkol. Gjithashtu kemi edhe termometër qelçi i mbushur me mërkur ose zhiv. Temperatura matet duke përdorur gradën Celsius si njësi, e cila i referohet temperaturës në të cilën ngrit dhe vlon uji. Njësitë e sakta për matjen e temperaturës janë gradë Celsius, ku pika e vlimit të ujit është 100 gradë Celsius dhe pika e ngrirjes së ujit është 0 gradë Celsius. Për të matur sa më saktë temperaturën e një lëngu, bulbi i termometrit zhytet plotësisht në lëng dhe lihet për 1 minutë apo 2. Pas kësaj lexohet vlera e temperaturës që t'i lejohet termometrit të marrë vlerën e saktë të lëngut që ne do t'i masim temperaturën. Gjatë leximit të vlerës në shkallën e termometrit nuk duhet ta nxjerrim ato nga lëngu, sepse sido që të jetë edhe temperatura e ambientit mund të ndryshojë sadopak në cilësinë
e matjes që ne do të bëjmë. Matja e kohës. Për matjen e kohës përdoret kronometri. Njësitë të sakta për matjen e kohës janë orët, minutat dhe sekondat. 1 orë është e barabartë me 60 minuta dhe 1 minutë me 60 sekonda. 1 orë ka 3600 sekonda.